diskutuar pak me të ftuarën e cila është eksperte e IT-s, po dhe pjesë e ekipit I cili ka bërë një takim. Çfarë ka ndodhur? Në kryeqytet është bërë një takim për sa I përket drejtuesve të kompanive financiare, por jo vetëm dhe ekspertizës kibernetike. E përmend këtë sepse pjesa e rëndësishme e epokës tonë është siguria kibernetike. Pra çfarë do të thotë? Me zhvillimin e madh të teknologjisë, nga ana tjetër bëhet pyetje, a jemi ne të sigurta, a janë bizneset të sigurta, a janë dhe institucionet shtetërore po gjithashtu të sigurta, sepse kjo është si puna e asaj loje, sa hajduti policit, ti tentojnë gjithmonë që të rrit sigurinë tënde, po hajduti ndonjëherë tenton të depërtoj, pastaj ti e ka përsëri dhe është një sag I gjatë që do ta diskutojmë me Jurilda Hoxhën, mirë se vjen, Jurilda. Nejsi. Unë po e nisëm fakt pak me atë çfarë ndodhi me postën shqiptare, ose të paktën pretendimet që kanë patur edhe grupi I Homeland Justice, pikërisht për sa I përket një incidenti aty, një shkaktimi të sigurisë kibernetike, për cilin edhe institucionet përkatëse të sigurisë kibernetike kanë reaguar në Shqipëri. Në fakt, unë do të ndalem pak pikërisht te ky reagim, më ndihmon regjia që ta kem në ledin e madh për ta diskutuar. Reagimi nga incidenti kibernetik ndaj postës shqiptare, autoritetet kombëtare për sigurinë kibernetike informon opinionin publik se më datë 25 mars 2026 është konstatuar një incident kibernetik që ka prekur infrastrukturën e teknologjisë së informacionit të postës shqiptare. Bazuar në vlerësimin paraprak, nuk janë identifikuar të dhëna të enkriptuara apo të fshira, si dhe nuk janë konstatuar ndërprerje të shërbimeve si pasojë direkte e këtij incidenti. Megjithatë, pas marrjes së njoftimit, AKSK-ja, pra Agjencia Përkatëse, ka ndërmarrë të gjitha hapat e parashikuara nga procedurat operative të reagimit ndaj incidenteve, duke ngritur një grup të dedikuar pune I përbërë nga ekspertë sigurisë kibernetike. Ky grup ka nisur menjëherë punën në bashkëpunim të ngushtë me stafin teknik të postës shqiptare për analizimin e thelluar të incidentit dhe verifikimin e çdo kompromentimi të mundshëm të pra edhe brenda institucionet. Identifikimi I indikatorëve të kompromentimit, analizën e logeve dhe eventeve në sistemin kritik, izolimin dhe sigurimin e sistemeve me qëllim parandalimin e çdo ndikimi të mëtejshëm. Pra duket se nuk ka patur probleme brenda institucionit, pra në sigurinë e institucionit apo në shërbimin e postës shqiptare, megjithatë të kuptojmë pak se cilat janë edhe pretendimet, po pasi të lexoj dhe faqen e dytë, sepse reagimi ka qenë më I plotë se kaq. Në kuadër të masave parandaluese dhe për të mundësuar një analizë të plotë teknike, disa shërbime janë vendosur përkohësisht jashtë funksioni nga vetë posta shqiptare me rekomandim të autoritetit. Aktualisht të gjitha shërbimet publike janë rikthyer dhe janë funksionale për publikun, ndërkohë në burimet e hapura janë publikuar disa të dhëna të dyshuara si të eksfiltruara, të cilat po verifikohen për autenticitetin dhe burimin e tyre. Deri në këtë moment, sasia e të dhënave të mundshme të ekspozuara vlerësohet e kufizuar. Autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike dënon çdo akt që cënon infrastrukturat kritike të informacionit dhe mbetet I përkushtuar në garantimin e integritetit, konfidencialitetit dhe disponueshmërinë në sistemet të teknologjisë së informacionit në Republikën e Shqipërisë. AKSK do të vijojë informimin e publikut në mënyrë transparente mbi zhvillimet e mëtejshme etj. Për kjo është mbyllja e deklaratës. Po, të ndalemi pak këtu. Me sigurisht edhe nga ekspertiza jote. Çfarë ndodh? Tentojnë që deportojnë në sisteme, marrin ndoshta 2-3 të dhëna dhe më pas bëhet hetimi I tyre. Po, atëre me sa gjykoj unë, sepse sulmi ka ndodhur dje, dhe informacioni është normalisht ne IT-t në përgjithësi jemi shumë të ndjeshëm ndaj këtyre informacioneve, pra I marrim në momentin që bëhen sulmet, janë kanalet e transmetimit nga vetë hakerat, pra që bëjnë me dije që ky sistem normalisht është takuar nga ne. Çfarë ndodh? Në fillim ata bëjnë një sulm phishing, domethënë që nëpërmjet linqeve, mesazheve apo emaileve, pra e manipulojnë aq bukur sa çdo person mund të bjerë pre I këtij sulmi. Pa hequr asnjë rast edhe nga vetë institucioni brenda. Pra ty mund të vijë një link që do thotë të lutem vendos passwordin dhe emailin tënd për të parë nëse është bërë upgrade paga. Pra, rastet të tilla që wow, interesante. Pra mundet që të deportohet, pra ka sisteme që ti bën dhe vetë punojnë si brenda institucionit. Vetë punojnë, po. Kështu që
duhet që të rritet siguria dhe brenda nga punës, pra një ndërgjegjësimi i tyre. Është ndërgjegjësimi së pari. Dhe mund të jetë cili do lloj punojnësi, nuk është të thënë besoj. Ka ndodhur raste që nuk ta pret mendja, domethënë, edhe vetë të bie fjala të informuar në këtë fushë, pra në fushën e teknologjisë informacionit, edhe vetë IT-t për shkak të institucioneve ka rënë pre. Pra janë aq mirë. Kur vjen punat e paga, gjithë duan të futen në sistem, Jurila. Po, pata një rast, domethënë, le të themi të zakonshëm, sepse janë aq mirë të maskuara ligjet sa një person, për shembull, i IT-s normalisht arrin të identifikojë URL-n, sepse ato mundohen të manipulojnë në vend të shkronjës, vendosin numër dhe ti normalisht e sheh në pamjet parë dhe nuk të shkon mendja që URL-ja pra në vend të postës, po të os vendos një 0 dhe ty do duket sikur është posta, po normalisht imagjino pastaj audienca e gjerë se sa pre bie kësaj. Vlen të përmendet këtu edhe për pjesën e gjobave të makinave, vlen të përmendet për pjesën e linqeve në WhatsApp që vijnë random, besoj ju ka ndodhur që mund të klikoni ke ky linku sepse mbesa ime është balerin, mund ta votoni, është një ndër ligjet që ka qarkulluar shumë në WhatsApp. Përse një institucion si Posta Shqiptare? Unë nuk di të them përsa i përket ekspertizës, sepse janë autoritetet përkatëse. Është autoriteti që do bëj hetimin. Por, me që sa gjykoj unë, si jashtëmi. E klasifikuar në reagimin që bën autoriteti, pra që disa të dhënat nuk janë ato kryesoret, po gjithsesi ka patur materiale të cilat ne jemi duke verifikuar nëse janë vërteta apo jo. Ose jo. Pra, pas këti sulmi që përmendëm pak më përpara, që është në bazë të linqeve, pastaj ndodh pjesa e ransom, në ç'kuptim, ata marrin të dhëna disa dhe më pas ty të kërcënojnë, në thonjësa që të thuhet, ne ta kemi akuar sistemin, mbase jo të gjithë këtë pjesë dhe kërkojmë kaq dërm shpërblim. Kalon ke faza e dytë pastaj që çfarë bëjmë, paralizojnë disa funksione të një institucioni. Si në rastin konkret, pra mbase jo e gjithë faqja ose të gjitha toolset janë bllokuar, po një pjesë ata ja kanë arritur qëllimin në një farë mënyre.